që pjau të regoj një rast. Isha rrugës, duke orë prej Gjermanisë, Kosovë, ndodhi që gjatë rrugës, aty në kerë ndezët një dritë, edhe fillon ai shqetësimi me një hershëm. Kam edhe 3 orë rrugë, qa do të ndodhë, Melinda ishte vjetë, djali vogël po ashtu, ndërsa djali i madh ishte duke dëgju muzikë, duke bo biseda me shokët e vet. Dhe për një moment thash, nëse unë e tregoj atë se çka ndodhi me makinën, sigurisht që i bëj me u shqetësu. Pra, arrita që t'jemi vetëdijshëm që ta marr përgjegjësinë vet lidhje me këtë që po ndodh. Edhe mundësinë e parë që më dha, u ndala te një pompë e benzinës. Edhe nala kerrin, pëqeli haubën për me shiku nëse është një problem të cilin me të e kam rregullu të mjeshtri. I hapa ato plastikat, e shikova ato tek ai vendi ku ka rregullu mjeshtri, u ktheva prap makinë, ndeza, edhe për me vërtetu, për me qenë i sigurt se nuk kam të bëj me njëjtin problem të cilin vetë se e kam rregullu më përpara. Desha me ditë, a kam të bëj me të njëjtin problem. Doli edhe djali i madh jashtë, mi boni disa pyetje, qa po ndodh, thash, thjesht jam të bo, thash, një kontroll, thash, për me qenë i sigurt për me vazhdu rrugën. Edhe marrim disa pije prej bagazhit për me vazhdu rrugën. Ndërkohë thash, duhet pak reflektim rreth kësaj situate, sepse nuk po du me u nis me këtë dyshim. Tu të reflektoj diçka me vetën, qoftë nevoja edhe me zo, apo edhe me mendim. E rëndësishme është që isha i vetëdijshëm, në ndërkohë që kisha edhe pak frikë, pak pasiguri, po e rëndësishme është që isha i vetëdijshëm. I vetëdijshëm për atë që po ndodh, sjolla me marrë përgjegjësi, edhe pa e ndonë me dikën tjetër, pa e shfaq qatë pasigurin teme në prani të familjes. U futa aty te pompa e benzinës, kishte edhe kafe, market, edhe porosita një kafe. Ai që më shërbej kafen ndërkohë ishte edhe sigurim në atë vend, sepse ishte vonë, ishte ora gati 12 e natës. Edhe për porositi një kafe, masi që porosita përshikoj atë aparatin e kafës, dukej sikur s'ishte përdor me orë tona. Thash, thash veç edhe kjo po m'duhet, thash me pi një kafe jo të cilësore, jo të mirë. Edhe me qenë një roje sigurie i cili ka më shërby kafen. Thjesht, a jep një farë dyshimi se është ka nuk e ka profesion, detyra e tij është siguria e objektit, jo me shërby kafen. Po mirë, thash, e provoj. Nuk është një koste shumë e madhe, nuk besoj që kushton shtrejt një kafe me pi atë. Kjo ndodh ke gjatë procesit sa ai e bëj ke kafen atë. Dhe momentin që ma kalshu kafen banak, si një njës si espresës që e pi që sa vite, me shikim të parë thash, duket kafe e mirë. Thash, po te provoj pak. Te provoj, edhe nëse nuk më pëlqen, nuk e pi. Doli një kafe që vërtet nuk isha pi që sa kohë, aso kafe aq të shishme e aq kualitative.
Pra, nuk më doli ashtu e vërtet si që menja ma thashte. Mirë, hora kafën, nuk bosh e rahat, fillova duke e pinë kom. Dikur thash, po prit pak, po ulen tavolin, makinën e kam mbyll, familjen e kam të sigurt, edhe po i vëzhgoj për i distancës, po e shoh makinën. Kohë kam, ashtu kështu, nuk kam diçka me urgjent që të më rri sa më herët në shtëpi, nuk më mbret as në i termin, as në i tarsëm. Kam kohë, përderisa kam bo kaq orë rrugë, edhe nëse vono me 10 minuta nuk bëhet nomi. E rëndësishme është që unë të reflektojmë që të dohet. Tasha diçka. Problemi që i kishtë ndodhur me makinën nuk po e njoh. Makinën arrita vetë me parku, pra ma dha një sinjal që diçka s'po shkon mirë, po kjo nuk do të thotë që nuk më me vazhdu. Në ndër thash, po dhe nëse ndodh, e kam sigurimin, të cilin e paguaj. Kjo nuk duhet me qenë një shkak që unë mos me vazhdu rrugën. Përderisa gjithë këto kilometra kemi vendos me u sfidu me këtë rrugtim, atëherë ja vlen që të vazhdojmë, del ku del. Çka më i me zgjidh duke u shqetësu, duke mendu? Çfarë zgjidhje më i me dhon duke u mendu, duke u shqetësu? Qa mujta me kuptu më vyjke me u kap për një faktori i cili mundet me na ndihmu, që në këtë rast është siguracioni që e kam për makinën, që nëse dikun më lën rrugë, ma ofroj ndihmë. Pyeta veten, a ka ndodhur ndonjëherë që me ndodh një si bllokimin rrugë? Po më ka ndodhur. A është përgjigj sigurimi? Po është përgjigj. Pra nuk kisha ndaj argument se a vjen sigurimi, a nuk vjen. Pra mendja nuk kishte një përvojë që munën edhe mos me ardh, munësh me met në rrugë, është ftoftë, është natë, e kështu me radhë. Pra nuk më jep kësi argumente, sepse kisha të bëj me përvojat ma parshme që kam pas sukses këtë drejtim. Më është ka dhonë përgjithësi kompania me cilën kam bo sigurimin. Edhe thash, okej, ja vlen. Ja vlen që të vazhdaj. Ja vlen që të vazhdaj. Pavarësisht frikës, pavarësisht shqetësimit, ja vlen që të vazhdaj. Nëse ndodh, le të ndodh. Le të ndodh. Pra, fokusi ishte te siguria. U zbej fokusi prej frikës. Pra i mlodha gjithë ato argumente që jep ke mendja, ku thoj ke munësh me met, po çka nëse jes. Kërkoj ndihmë. Kam ku të drejtohem. E pyeta mendjen në një rast ku thash, atë ka ndodhur që edhe kalimtarët e rastit kanë ndihmu? Po ka ndodhur. Filloj keme u rrit siguria. Pra thjesht, që po mundesh me kuptu këtë, është sepse thjesht duhet pak vetdije që të bësh pyetje. Pak vetdije që të bësh pyetjet e duhura në ato momente me mendjes tënde.
ti mund të bësh pyetje edhe e çka nëse nuk vinë? E po ç'a ndodh këtu rritet shqetësimi. Nëse ti nuk i përvoja të mjaftueshme, atëherë është e nevojshme me shtru pyetje. E ka ndodhur dikuj që unë e njoh, që sigurimi ka dhënë përgjegjësi dhe i ka dalë në ndihmë. Edhe nëse nuk gjen përvoja të tjerëve, ti sot e kini celular, kur shumicën e kohës ki edhe internet, po nëse s'ki internet, ke pak impulsa në telefon, merr telefonoje një njeri të besueshëm që mund të ketë pat përvoja që nuk ti ka tregu, apo që ai mund të ketë përvoja të dëgjuara për njerëzve tjerë se sigurimi ai ka dalë në ndihmë. Duhet të mbështetesh te një përvojë. Dhe s'ka rëndësi është përvoja jotja apo përvoja dikujt tjetër. Mendja e kërkon këtë siguri. Don që të mbështetet në një pak dikun. Mendja do fakte. Andaj, bëj pyetjet e duhura, kërkimet e duhura, dhe i qenë faktet. Ose mrena përvojat e tua, ose tek përvojat e dikuj tjetër. Nëse nuk pyet, atëherë thjesht mendja ka me synu me kriju diçka. E duke qenë në pasiguri, është shumë e qartë se që do krijoj mendja jote. Duke mos u ndi mirë, qysh po pret që mendja me ta kriju një mendim të mirë. Pa qysh po pret që duke u ndi i pasigurt, duke u ndje frikë, duke ndje shqetësim, të presësh prej mendjes që ta krijoj një mendim pozitiv që mendja me ta sjell vetvetiu ty një mendim pozitiv? A beson se kjo është e mundur që të ndodhë? Mos prit prej mendjes që të sjell mendime të bukura përderisa nuk ndihesh mirë. Mendja jote ti jep, ti përgjigjet pyetjeve tua. Nëse ti kërkon që të rrisësh sigurinë tënde, bëj aso lloj pyetjesh që e rrisin sigurinë tënde. Pra pyet rreth përvojave tua në të kalumen, ose pyet dika tjetër, njerëz të tjerë që mund të kenë përvoja pozitive. Në mënyrë që ti të ndihesh më i sigurt. Në mënyrë që ti të ndihesh më i sigurt, është pra e nevojshme që të kërkosh përvoja. Mendja don garanci. Andaj, nëse përvojat e tua nuk mjaftojnë që ti të ndihesh mirë, unë jam sonte për ty këtë, ti përgjigjem pyetjeve tua në mënyrë që ti të shtosh ma shumë siguri brenda vetes.
në mënyrë që shqetësimi yt të bie. Në mënyrë që ti të ndihesh më inspiruar. Në mënyrë që ti ta bësh jetën me më shumë qëllime. Në mënyrë që kur ti shton qëllimet, ty me të shtu vullneti për jetë.